Instituti për Hulumtime dhe të Drejtat e Njeriut ka lansuar hulumtimin Punëtorët e padukshëm të nën tokës, ku sipas të dhënave të mbledhura nga hulumtimi, 80% e minatorëve janë vazhdimisht të ekspozuar ndaj rreziqeve serioze në punë. Ky hulumtim është vetëm një nismë në lidhje për të paraprirë krijimin të listës së smunjeve profesionale që Kosova fare nuk e ka, dhe po ashtu për të iniciuar ndryshimet legjislative që shkojnë në të mirë të minatorëve në pensionim të tyre të parakohshëm. Ndërsa 58% janë diagnostifikuar me sëmundje gjatë vitit të fundit. Nisma ka për qëllim përmirësimin e jetës dhe shëndetit të minatorëve, duke u mundësuar atyre njohjen e kontributit të punës dhe pensionim para moshës 65 vjeçare. Ministri për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Çlirimtare Andin Hoti tha se gjetjet e hulumtimit ofrojnë bazën për veprime institucionale konkrete dhe për forcimin e mekanizmave të monitorimit. Ne do të forcojmë mekanizmat e monitorimit dhe inspektimit si ministri me qëllim të garantimit të standardeve sa më të larta të sigurisë dhe mbrojtjes në punë. Hoti gjithashtu tha se angazhimi i tij do të jetë maksimal për përmirësimin e kushteve të punës, mbështetjen sociale dhe trajtimin dinjitos të punëtorëve, duke shtuar se ministria ka proceduar tashmë propozimet për plotësim, ndryshim dhe vlerësim të 9 ligjeve, të cilat përfshin edhe rekomandimet e institutit. Ambasadori suedis në Kosovë, Jonas Westerlund, vuri theksin mbi rëndësinë e njohjes së sëmundjeve profesionale si pjesë të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit dhe ndërtimit të besimit në institucione. The lesson is simple. When institutions recognize occupational diseases, they protect workers' health. When health is protected, human rights are strengthened. And when rights are strengthened, trust in institutions grows. Sweden continues to champion human rights globally, including the rights to safe and healthy working conditions. Analistja e hulumtimit Anita Plakolli paraqiti të dhënat më kritike të studimit duke theksuar rreziqet e vazhdueshme për minatorët. Lidhur me këtë grafik, vlen të thuhet se mbi 80% të minatorëve të anketuar pohojnë se janë të ekspozuar ndaj këtyre rreziqeve gjatë gjithë kohës. Ajo gjithashtu përmendi kushtet ekstreme në disa zona të minjerave, temperaturat e larta deri në 45 gradë Celsius dhe ventilimi pamjaftueshëm ku 64.3% e të anketuarve raportojnë mungesë ventilimi të duhur.